Në Podujev një person sulmoi gruan dhe vajzën e tij 6 vjeçare, për çka edhe përfundoi prapa grilave. E në Prishtinë, një grua tentoi ta sulmojë dhe ja mbylli derën bashkëshortit të saj në kryeqytet, gjithashtu 2 të mitur. Vëllëzëru rrahen mes vete derisa njëri përfundoi në spital. Në Gjilan një person rrau nënën dhe motrën. Në Kaçanik gjithashtu një person rrau bashkëshortën. E një në Pej ushtroi dhunë ndaj anëtarëve të familjes. Këto janë 6 rastet e raportuara gjatë 24 orëve për dhunë në familje nga Policia e Kosovës, që sipas Nazlie Bala, këshilltare e ministrës së drejtësisë, numri i rasteve të dhunës në familje është edhe më i lartë. Besojmë fuqishëm që dhuna është më shumë prezent krahasu me numrin e raportimeve. Do donim që të mos kem asnjë rast dhe asnjë lloj raportimi në këtë drejtim, por ky fenomen nuk është duke ndodhur vetëm te ne në Kosovë, është global. Ndërkaq avokati Ardian Bajraktari thotë se ligjet në Kosovë dhunën në familje maksimalisht e dënojnë deri në 3 vite dhe beson që shkalla e ndëshkueshmërisë duhet të rritet. Çdo vepër penale e cila kryhet në rrethana familjare konsiderohet rrethon rënduese me rastin e caktimit të shkallës përkatësisht lartësisë së dënimit. Pra, ligji është mjaftueshëm i qartë dhe paraqet bazë të mirë për ndëshkimin e kategorive të tilla të veprave penale, por duke qenë se një fenomen i tillë është prezent me përmasa të mëdha, vlerësoj që duhet rishikimi politikës ndëshkimore. Rastet e dhunës në familje, të cilat pastaj kanë kaluar në fatalitet, nuk janë të rralla në Kosovë, sidomos mes bashkëshortëve.